Partia Demokratike ka nisur fazën e verifikimit të listave për të gjithë anëtarët që do të bëhen pjesë e zgjedhjes së kryetarit të ri të Degës në Vlorë, me parimin një anëtar një vot. Duke qenë se listat janë dinamike, sipas kryetarit në detyrë Hysni Shara, po punohet me ritme për verifikimin e anëtarsisë. Kjo gjë do të sjellë edhe një shtyrje të mbajtjes së procesit zgjedhor, i parashikuar të përmbyllej deri në fund të janarit, duket se zgjedhja e kryetarit të ri të Partisë Demokratike të Vlorës do të bëhet në muajin shkurt. Ka një udhëzim që ka nxjerrë Kryesia Qendrore e PD-s-së dhe qëllimi i vetëm i kësaj është azhornimi i listave të anëtarsisë, sepse siç ju e dini, kryetarët e degëve të Partisë Demokratike në të gjithë Shqipërinë zgjidhen me parimin një anëtar një vot dhe është normale që listat janë gjithmonë dinamike, sepse ka njerëz që largohen, ka njerëz të rinj që hyjnë rishtazi, kështu që do të bëhet ky proces i verifikimit duke konfrontuar 3 palista që janë zhvilluar në 3 votime të ndryshme, që janë referendumi 18 dhjetori 2021, zgjedhja e kryetarit të PD-s-së dhe zgjedhjet për kryetarët e degëve që janë zhvilluar në pranverën e vitit 2022. Pra është ky proces që mund të marri disa ditë më tepër, por gjithsesi jemi brenda atij afatit përcaktuar që ka qenë fundi i muajit janar. Kjo është e vetmi arsye e cila mund të çojë në një vonesë disa ditore, por nuk do me thënë gjë, sepse kjo është në shërbim të punës, në shërbim të azhornimit të listave të anëtarsisë dhe do të vazhdojmë dhe këtë. Kryetari në detyrë i Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara thotë se është përmbyllur faza e seleksionimit të kandidatëve në të gjitha grup seksionet. Gjithçka është bërë në përputhje edhe me rregulloren e Partisë Demokratike Shqiptare, ndërsa Kryesia Qendrore do të bëjë të mundur edhe për zgjedhjen e kandidatëve përfundimtar, që më pas do t'i paraqiten Degës për t'u votuar. Tim të udhëzimeve që ka nxjerrë Kryesia e Partisë Demokratike dhe sekretari i përgjithshëm i saj, ne kemi përmbyllur fazën e seleksionimit të propozimit dhe të seleksionimit të kandidaturave në të gjithë grup seksionet e Degës së Partisë Demokratike Vlorë, pra ajo që përputhet me territorin e Bashkisë Vlorë. Në vazhdim të saj është bërë edhe mbledhja e kryesisë, e cila ka miratuar listën përfundimtare të kandidatëve, e cila do t'i propozohet kryesisë qendrore të PD-s-së dhe në zbatim të udhëzimit përsëri është Kryesia Qendrore e cila do të sjellë për të votuar një numër të caktuar kandidaturash, sepse numri i tyre është i shumtë dhe normal që procesi do të ishte i pamundur me një numër shumë të madh kandidatësh, por me siguri nga Kryesia Qendrore e Partisë Demokratike do të përzgjidhen kandidatët më potent, ata që kanë potencialin për të çuar më përpara degën e Partisë Demokratike Vlorë. Shara thotë se duke qenë se ka një numër të konsiderueshëm të kandidatëve, pritet që në bazë të mbrin 3 ose 4 emra që do të votohen nga demokratët. Por do jetë një numër, të themi 3-4 kandidatura, diçka e tillë. Siç ka qenë gjithmonë, sepse procesi, siç ju thash, është i pamenaxhueshëm me një numër shumë të madh kandidaturash. I propozuar si kandidat për kryetar të Partisë Demokratike të Vlorës, kreu aktual i cili mban detyrën, Hysni Shara, thotë se nuk do të kandidojë. Po kjo nuk ka asnjë rëndësi nëse më kanë propozuar, patjetër më kanë propozuar dhe mua personin tim, por unë kam shpallur dhe shprehur edhe më parë që nuk do të kandidoj në këtë garë. Partia Demokratike ka burime njerëzore të pafundme dhe njerëz të aftë, zonja dhe zotrinj, të cilët kanë kontribute të rëndësishme në Partinë Demokratike dhe do ta çojnë më përpara punën e saj. Për shkak të verifikimit të listës së anëtarsisë, pritet që procesi zgjedhor për kryetarin e ri të Partisë Demokratike të Vlorës të shtyhet për në muajin shkurt.